Reshjet e borës kanë krijuar vështirësi në qarkullimin rrugor në disa zona të Belgjikës, duke rritur rrezikun për aksidente trafiku. Rrugët në disa rajone janë të mbuluara me borë dhe akull, çka ka ngadalësuar lëvizjen e automjeteve. Autoritetet belge u bëjnë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë rregullat e qarkullimit, të përshtatin shpejtësinë me kushtet atmosferike dhe të shmangin udhëtimet e panevojshme. Shërbimet kompetente janë në terren dhe po punojnë për pastrimin e rrugëve dhe garantimin e sigurisë.